Marketet e vendit ka një mori produktesh, por në vendin ton vrehet prezencë edhe e produkteve serbe. Qytetarët që ne intervistuam po qëndrojnë besnik ndaj produkteve jo serbe. Ata thanë se këto produkte janë të dëmshme për disa arsye. Ma herët, në përfshirë shërbime të mëdha ka pas raste po edhe më pas, edhe tashmë pas si marrë ato hiç, që ka tjera ball. Në kohën e fundit jo, para gjatë domethënë fillim të vitit po. Arsyeja domethënë më e madhe që është urrëtia ndaj tyre. Plus asaj kam shumë dyshime se janë më afat skadum ose nuk e kanë atë produktin, shkashivet, domethënë shkashivet kam dyshime që mbrana nuk ka. Edhe ka shumë tjera. Njëri prej qytetarëve kërkoi që të shtohet më shumë kontrollimi nga ana e inspektorëve përkatës. Kom hasë dhe kom dëgju edhe asnjë sa kanë duhen nuk janë shka është prodhimi servis, unë i kundërshtoj asnjëherë mos me pas produkt servis. Kemi tonat, mundëm më shfrytzu për tjera vende e jo prej servis. Se sa nëso kanë duhet as malli, as Serbia. I bin me afat skadum, ja qesin tiketat, i kesh përdorin edhe i bin të na. Këtu duhet me pas ma shumë inspektoriat, për me pas me i hasa të sene edhe me i likvidu, mos me i pranu me ardhë në Kosovë. Qytetarët theksuan se janë të kujdesshëm në përzgjedhjen e produkteve duke shtuar se preferojnë të mbështjesin prodhimet e sigurta dhe të besueshme të vendit tonë.